Përshëndetje të nderuar televizionistë të Akrolis TV, do jemi në emision në kuvend të kësaj të premte, dhe siç e kam paremëruar në një kronik para pak ditësh, do ndalemi në një problematikë të theksuar për rajonin e Lezhës, për qarkun në përgjithësi, por edhe të Shkodrës, për të marrë me diçka që ka nevojë të flitet me profesionistë. Unë e pëlqej shumë që kuvendi në Akrolis TV ju qaset profesionistët vërtet, ata që ndajnë mendimet thellura, shtjella pak më të gjëra se sa janë legjendat urbane. Dhe tu nisim me Reshit. Rajoni jonë është përfshirë nga Reshit Dendra, që kanë sjellë dhe problematikë theksuar, cilët do t'i trajtojmë gjatë kohës në emision. Unë pash një postim të fundit nga kryetari i Bashkisë Lezhës, zoti Pjerin Ndreu, për zonën që lidhet me Spitenin, me Talen, edhe me hidrovorin atje me radhë, argjinatura e dëmtuar e kolektorit të hidrovorit në Tale. Dhe për t'ju thënë, pikrisht, që kjo zonë është një hotspot i egër i natyrës, por sa është në raport me njeriun, pikrisht njeriu me organet qeverisjes vendore, edhe federale, etj., për ndikuar në këtë rajon, unë kam sjell zotin Pashkëndozi, që është inxhinier, i shquar hidroteknikës, e kam sjell edhe për një gjë tjetër, edhe për të folur diçka për një libër që mua realisht nuk më kishte ardhur mendje prej kohësh pak, por tani do të ndalim pak më gjatë, edhe sigurisht më vonë do të ndalim akoma më gjatë. Por sot le të flasim pikërisht për atë çfarë ka ndodhur, dhe si parin po hapim me po e quaj incident natyror, njerëzor, nuk di si mund ta quaj, në Tale të hidrovori. Mirë se erdhe herë. Mirë se gjeta Gjergj, mirë se gjeta ju teleshikues dhe një gjus të televizionit Akrolis. Ju falenderoj shumë për ftesën. Sot është ditë me reshe, këto ditë janë ditë me reshe, dhe realisht unë si specialist i fushës hidroteknikës në këtë ditë mund një gjohë, se kur ditë me diell, dhe mos kemi probleme me reshet, nuk kemi përse, edhe po duam t'i bëjmë njërës me një gjuhë, do t'jetë pak si ma vështirë. Nërsa kur vjen veza, kur themi nga herë, blon ti, atëherë fillojmë, mendojmë, po këta specialistë çka kanë thënë? Po, është njerëzore. Është njerëzore, okay. Kur ndodhe reagojnë. Unë do t'i përgjigjem pyetjes tuaj, realisht natyra është vepron egërsisht. Janë shumë faktorë, rritjes së rresheve, për arsye klimaterike, për arsye të kushteve globale të ndryshimit të klimës. Por ne nga ana njerëzore do të jemi gjithmonë në një hap me kohën, në një hap me ndryshimin klimaterike. Shqipëria është një ndër vendet më të pasura të botës për sa i përket rezervave ujore. Ne kemi një prurje lumore të përllëguritur, kemi si Shqipëri kemi 1250 m3 ujë në sekond. Jemi të krahasuar me lumin Aran të Francës, që është 1275 m3 në sekond, me lumin Po të Italisë, është 1350 m3 në sekond. Një pasuri e tillë është e mirë kur e mirë administron, por është e rrezikshme kur nuk administron. Lumi më i madh në Shqipëri është lumi Buna, me 620 m3 në sekond. Pas lumit Buna vjen lumi Drin, që është me 320 m3 ujë në sekond. Lumi Mat është një lumi rrëmbyshëm, por është me 70 m3 ujë në sekond. Unë po përmeni këto me qenë se do të rrim tek rajoni jonë që mos zerojmë me gjatë me probleme hidroteknike të Shqipërisë, por të flasim për pjesën e rajonit. Okej, para se të bëjmë një analizë tillë, domethënë ndalim pak te kjo se
Shiko pash, unë e kam menduar që do kemi këtë emision dhe si do ta filloj, dhe pikërisht unë e fillova nga ajo që ne biseduam në telefon. Po. Domethënë rrezikshmëria. Dhe rrezikshmëria marrim këtë momentin me hidrovorin. Çfarë ndodh? Ti më the një shifër dhe kam dëshirë që këtë na e qenosh edhe për rajon tjetër të Lezhës, një lartësia sa është spiteni me hidrovorin dhe çfarë ka ndodhur aty? Ja, po ja shpjegoj. Lezhë është rreth 45% e sipërfaqes fushore të Lezhës kullohet me hidrovore. Kullohet me hidrovore, përse kullohet me hidrovore? Sepse kuota e tokës bujësore, 45% të sipërfaqes tokës bujësore të Lezhës është në nivelin e detit. Është në rastin konkret ai kolektori hidrovorit Tales ku sot është thyer, kullën fushë të Bregut Matës, është spiteni dhe treshi që variojnë nga 30 deri në 70 cm poshtë nivelit detit. Dhe këta kullon me hidrovorin Tales. Po e qartë, pra ne ka pas përmbytje se para 15 vite unë kam bërë kronik aty ku ka qenë një përmbytje e llaftarshme. Pra ne ka pas. Po ndodh, atëherë përmbytjet kanë ndodhur për shumë arsye. Edhe për kapacitetin hidrovorit që mund të jetë gjetë shpesh herë ndonjë pompë jashtë kushteve të punës dhe nuk ka punu sistematikisht. Për arsye të ndërprerjes së energjisë në hidrovor ka ndodhur që mos punoj hidrovorin kapacitet dhe janë kriju debitet në fushë dhe ka ndodhur përmbytja. Ka ndodhur për arsye të mos pastrimit të zgarave, që fatkeqësisht sot nuk ka as punëtor që më shku pastru zgarat, atë vjen gjithë mbeturinat fushore, shkurre, kashta, vjen e depozitohen tek zgarat ku thith pompa dhe pompa thith vetëm çfarë le zgara, çfarë lën to mbeturina për thith. Këto janë probleme teknike pak a shumë që kanë sjell debitin që të përmytet treshi apo spitini, që janë përmyt shpesh herë ndër vite. Rasti i argjenaturës së hidrovorit Tales, dikun të argjenaturës kolektorit hidrovorit Tales, në kufi me lagunën e Vajinit, aq sa pash në Google, është një zonë ku midis lagunës edhe kolektorit, aty ka dhera të dobishëm për që përdorë për nevoje shtëpijake dhe bindja ime është që i kanë marrë për aty? Kanë prerë edhe argjenaturët, a? Ka shku deri buzë argjenaturës. Ju është qenje çuditshme pash. Aja është lym. Nuk e mendoj fare që aty ra vete, sa kuptoni, është. Aja është lymi shkon po gërmove në thellësi, ai do kërkojë koeficientin e skrapatës 1/2, pra 2 metra gjatësi dhe 1 metër lartësi. Mjafton të ketë gërmu 1 metër dhe 2 metër për te shkon e hënë argjenaturën. Por aty mund të gërmu edhe më tepër se 1 metër, edhe kështu që përrjedhoj rritja nivelit të ujit në kolektor, lym është si argjenaturë, nuk është në një argjenaturë ndëtuar me inerte të trasha, me gur, është ndëtuar me materialet e vendit që ka qenë dheu i atyshëm, edhe sigurisht është provoku kjo thyrje argjenaturë, nuk ndodh, është në thyrjet më të papranueshme që mund të ndodhe. Të gjitha në raste tjera, se Lezhë është interesant, duke qenë në zonë kështu nën ujë, Lezhë ka 37 kilometra argjenatura. Rrethot në zonën e Bregdetit, apo edhe në zonën e sipër të Robisë, Buzë lumit Matit, Buzë lumit Drinit. Në gjitha këto zonat. Gjitha. Pjesa Bregdetit ka 32 km. 32 km, vetëm po. Që mos vi deti për të futur në pjesën. Për të futur në pjesën e ulësirës, janë 32 km. Dhe në këtë 32 km është edhe kjo pjesë argjenaturës që sot është thyer që po flasim. Po. Megjithatë duhen fol fjalë të mira në një lloj bashkëpunimi që unë puna re që ishte nxjerrë nga kryetari i Bashkisë Lezhës, një bashkëpunim që kishte frenuar këtë për ta stopuar, por me sa duket ka nevojë për një lloj, po them, kontrolli sistematik dhe për të marrë masat në kohën e duhur. Po ky është problemi i madh, është mungesa specialistëve përkatës, që merren me problemet ujore në çdo institucion, edhe në bordin e kullimit, po dhe në
Po. Edhe në bashki. Po do flasim për këtë pashk, do flasim për këtë se e di pse të kam thirrë. Që ju them dhe njerëzit pse kam thirrë pashk Noci. Sepse pashk Noci është shkolluar për inxhinieri ndërtimi në degën hidroteknik qysh në 8 dhe nanën. Po. Besoj jemi kështu. Në pozicion drejtues administrat ke qenë 92-95 drejtor jure dhe bonifikime në Lezhë, është shumë i rëndësishëm ky fakt. 96-2001 shef i urbanistikës rreth Lezhë, pra ke kap dhe urbanistikën. Nuk e di çfarë bëhet me urbanistikën sot me specialistët. 2006-2013 përgjegjës i çka ka qenë ky autoriteti të baseneve, Agjencia basen të matit, pra dhe kjo se do flasim pak për lumin e matit, me ato që ndodhi dhe me 3 urat. Në 2013-2014 drejtori i Aluiznit në Lezhë, pra ke qenë dhe ke Aluizni, dhe në 2018 përgjegjës i kullim ujitja Bashkia Lezhë. Do më i ke prek gjitha këto gjëra, pastaj je marrë me aktivitet privat, kualifikimet profesionale ke sër kualifikimesh, certifikuar për punë grup dhe motivim nga Ministria e Punës, certifikim për urbanizëm dhe planifikues trafiku është shumë i rëndësishëm kjo, nga qeveria austriake, certifikuar për implementimin e direktivave të ndotjes nga nitratet, certifikuar për menaxhimin e ujërave të ndotura, programi i mesdhejut Horizont 2000, ndërtimi i kapaciteteve Split Kroaci, certifikuar për programe kompjuterike të tjera, certifikim për gjuhën angleze, po i përmend këto, dhe pastaj i vlerësuar me disa certifikata mirënjohje nga Kosova, në Gjakova. Ato kanë vlerësuar, ke marrë diçka edhe në shkencë, se kam qenë dhe unë aty, e tjerë gjëra, por arrim te specialiteti, domethënë pranej është shumë rëndësishme që në emisionet televizive për të prek probleme të rëndësishme jetike, se nuk janë pralla folklorike këto. Me shpëtu qytetin, me shpëtu fshatën, normal që duhet të thirr specialist si puna e pashkut. Pra kam thirr pashk. Kështu që ti do na çemtosh gjëra gjatë, domethënë gjithë ato që nise. Dhe pastaj të flasim për librin, se më pëlqeu një gjë. Unë pash bibliografinë, ku je qasur ti, do flasim edhe për këtë temë. Atëherë vazhdoje pash. Faleminderit. Po, është në fakt problemi i teknikë është një temë shumë e gjatë dhe shumë e madhe. Unë do mundohem, me që se koha nuk do të jetë aq e madhe në dispozicion, do mundohem të kapi disa gjëra kryesore, se që janë të nevojshme edhe për ata që na dëgjojnë, qytetarët që na dëgjojnë, por edhe për atë pjesë të institucioneve që na dëgjojnë, na shohin. Unë do të thoja që këto argjenatura, merrim me rastin konkret, të ndërtuara kryesisht ose mbi 90% të ndërtuara gjatë viteve të diktaturës komuniste. Janë argjenaturë të llogaritur me përqindje sigurie deri në 100 vite që mos të përmbyten, mos të thyhen. Por këto argjenatura që mos të përmbyten, mos të thyhen, duhen kolaudim vjetor. Çdo vit. Çfarë do thotë kolaudim? Do të thotë që do të maten me instrument. Po. Nëse ka pasur ulje argjenatura nga kota e përcaktuar, nëse ka pasur thyrje nga mbikalimet që bëjnë me automjete njerëz duke hyrë në lum, apo duke hyrë për nevojë të tyre nga parcela me të kaluar në parcel, apo për shkaqe të ndërtimit, për raste leve të ndërtimit që krijojnë shtigje, duke krijuar shtigje që në rastin e rritjes së nivelit të ujrave, ato shtigje bëhen shkak për me u çarë argjenaturën. Po me u gry, se pak nga pak uji është. Ose rasti i argjenaturës Vajinit që sapo folëm ne, bindja ime është se aty nuk ka asnjë lloj arsye të hyjë kush nga kolektori për me kriju shteg, për me dalë lagun. Bindja ime është vetëm kjo që dheu e aty në atë zonë është dhe i dobishëm që përdoret për krijimin e oborreve, nevojët shtëpijake, është dhe i mirë, si themi, në kualitetit për lulishte, për gjelbrim, dhe dikush i interesuar për me rregullu bazën e tij, ka shku ka gërmu, dhe aty ka kriju shtegun e gatshëm, që me siguri ka shpëtuar syrit të administratorëve të pushtetit që merren me kullimin edhe me rujtjen e argjenaturave. Përveç kësaj, institucionet shtetërore nuk kanë ndryt personelin.
e duhur që jetë personel i aftë teknikisht ta mbikëqyrë këtë argjenaturë. Nuk bëhet fjalë që është vetëm argjenatura. Argjenatura, rasti konkret i kësaj e vajinit është një gjë shumë e vogël. Por problemi më i madh do të ishte me u çarë argjenaturë e rezervarëve. Rezervarëve? Të rezervarëve. Sepse Lezhë ka disa rezervare. Lezhë ka 5 rezervare. 5 rezervare. Mirdita ka po ashtu rezervare të rrezikshme. Ka 2 që është i Malejve dhe Malej, Sheshaj. Sheshaj që në 2 të mëdhej. E tani janë dhe hecet. Edhe Zheja po ashtu, po. Është bile. Kto i kontrollon kush bashk? Bile rezervari i Malejve, rezervari i Malejve dhe i Sheshajve, edhe i Zhejës, janë rezervare me lartësi dige të rëndësisë kombëtare. Po. Nështë Kallmeti, po themi rezervari i Kallmetit është dhe i Kashnetit, janë 2 rezervare të mëdhej dhe këta, por lartësia digës nuk është rëndësisë kombëtare. Po, do të thotë që nuk bën përmbytje katastrofike. Në fakt, lartësia ka shtrinë e madhe, ka sipërfaqe e madhe Kallmeti, janë mbi 2 milion metër kub ujë në Kallmet. Kur është projektu që rrezikon rreth 600 banor nga hapja e asaj dige. Por me ndryshimet e mëavonshme, jo, nuk janë më 600 banor. Aty më të 1600, më të 2600, vetëm në pjesë që rrezikon nga hapja direkt e digës. Pra ma pasojët e 2.150.000 metër kubëve të rezervarit Kallmetit do ndjenë edhe në qytetin e Lezhë, do ndjenë edhe në fshatat të rreth lumit Drinçi, ashtu Ishur Lezhë, Ishur Shëngjini e përpasoj edhe në Shëngjin. Po. Ndodhe një katastrofë të tillë larg qoftë, do të ishte me pasojë shumë mëdha ekonomike për banorët që jetojnë në këtë zonë. Siç është Zheja, që është Zheja do rrezikonte ata fshatet poshtë Zhejës deri në Sanxhak dhe deri në fshatin Adriatik, në Gjormë, është edhe ajo do kishte ka 2 milione, më duket se Zheja do të ketë, po edhe Zheja ka 2 milion metër kub. Hapet Zheja do ishte katastrofë. Malet e di që ka 2 milion 300 metër kub malet. Po, se janë 2. Po. Njëshi, dyshi, po. Por pasojët e rezervarit maleve nuk janë kaq për arsye të popullsisë më të rrallë dhe banesave të vume, jo të vume poshtë digave. E qartë. Okej, le të vazhdojmë pak me këto hotspotet, sepse t'ju bëjmë një analizë për hotspoteve, domethënë hidroteknike, pak a shumë. Siç i përmendë ti, po marrim edhe Torovicën, bendin e Torovicës, lidhja atje e Drinit me këtë. Unë nuk e njoh shumë mirë, ti e njeh në detaje edhe këto hotspotet e rrezikshme që janë dhe si mirëmbahen, si kontrollohen, si bëhen. Na fol me gjuhën e profesionistit vërtet që e njeh mirë dhe të menaxherit, sepse ke qenë dhe menaxher. I ke të dyja bashkë. Shiko, është mirë që të përmendim edhe se nga një herë na vjen keq se vim ndryshimi i administratës nga 2 sistemet për menaxhimin e veprave ujore ka ardhur për keq. Unë kam jetu të 2 kohët, vitet e fundit të kohës diktaturës, kam qenë specialist dhe di shumë mirë se si ka pas, sa topograf ka pas. Po. Të mesëm dhe të lartë, sa inxhinier hidroteknik ka pas, që ishin të ngarkuar për me ndjek këto argjenatura, koda këtyre argjenaturave, gërmimet me eskavator, kursimin, pra vlerësimin e shpenzimit, mos abuzimin me punën e eskavatorit apo me sasinë e gërmimeve, me sasinë e naftës shpenzuar. Në atë kohë, duke qenë gjithë të specialist, më mbaj mend që eskavatorisi ka dalë suficit me naftë. Topografi ka ndihmuar në kur ka bë amatet në orientimin e këtyre gjërave. Kur ka bë amatet topografike dhe ka dhënë volumin, ka dhënë një volum që i ka thënë që ti ku ke të shikte, ty të ka tepruar nafta, ku ke naftën. Dhe ka ndodhur që atëherë nuk kishte makina, s'kishte ku ta çonte. Ka ndodhur ka hap gropa,
Eskavatoristi për me fut naftën, për me shef naftën në gropa, në mënyrë që... Po, sot ka ndryshu skema. Sot nuk ka matje topografike që eskavatoristi ti imponohet a ka përdor naftën për punën, apo ka përdor naftën për mush makinën e tij apo makinën e mush bensin nga shtëpia. Po. Dhe duke mos pas topograf, kjo është një mundësi ma tepër që eskavatoristi të abuzoje. Nuk mund të ruhet eskavatoristi me policë nga mbrapa, duhet pas një eskavatorist me policë nga mbrapa. Eskavatoristi ruhet me matje. Po nuk pa dhe topograf që ta masësh para fillimit punës dhe mas marrimit punës, ti nuk mundesh me vu para përgjithësi topografin. Sot, për fat keq, nuk dalin topograf të shkollave të mesme, nuk dalin teknik ndërtimi të shkollave të mesme. Vetëm, po themi, Bashkia e Lezhës do të kishte nevojë për 5 ose 6 në fushën e kullimit dhe mirëmbajtjes veprëvojore për 5 apo 6 topografë teknik mesëm. Tregu arsimor nuk i prodhon. Nuk i prodhon. Sot, nuk ka shkollë profesionale? Nuk ka shkollë profesionale. Që t'ju themi, jo që t'ju themi, edhe këtyre që kemi këtu, Kolin Gjogën, që kemi dhe Rëshen Shënjëzehi punëtorë, që shiko është një fushë, është një treg që duhet ketë. Ja po them, në çarkun e Lezhës janë sot janë rreth 4 teknik, që punojnë në administratën shtetërore. 3 për tyre në prag pensionit, mos pasin pensionit, si puna ime, po dalin nga pensionit. Mos pasin dalë pension. Po dalin dhe këto dhe s'ka ma gjenerat. Po, edhe një tjetër është pak marise këta, po edhe është në vitet e fundit, dhe nuk ka ma teknik. Falenderoj që e hape këtë temë. Dhe ata, po kjo është problemi më i madh që ka specialisti mirëfill që duhet për menaxhimin e shpenzimeve dhe rujtjen e veprave. Po, te kuptoj. Tani, a këshillohen kryetarët e bashkive, sepse këta janë drejtuesit. Po them, a këshillohen me specialistë mirëfill kur merren me projektet. Unë du të them një gjë, një vetëm tim që mund ta bëj, besoj nuk është thjesht emocionale e ime, po domethënë ka pastrime më shumë se sa ka pas disa vite më parë. Realisht, edhe për këtë shkak nuk ka pas përmbytje të karakterit fort që ka pas dikur dhe me volum. Ka edhe Shkodra, u mbaj mend që bën ndërhyrjen, vjetën duhet bën ndërhyrjen në kolektorin kryesor qytetit, që e kam pa, ishte një skandal i vërtet 30 vite në atë farë forme, dhe një gjë që më ka pëlqyer shumë prapë ke Shkodra, ka qenë që për herë të parë po shifsha to eskavatorët e mëdhej, duke pastru dhe ishin si puna milingonave, me të filmuar nga ajri, duke pastru to arnajat e mdhaja, parcilat e mdhaja. E gjitha kjo, ka një ndikim, po prapë është ndikim i vogël, ma te çfarë besoj ti e koncepton. Specializve ke drejtuesit e bashkisë. Sepse du të them dhe këtë gjë tjetër, më falën që të mora pak kohë. Unë në fakt kur e vendose që të marr ty, lexova diçka. Dhe ti do të ma komentosh mirë. Një ndërmatje të thua ti, është në kohë shira, këtyre shirëve tani, që duhen bërë për të riprojektuar sheshet, rrugët dhe kanalizimet, është vija piezometrike e nivelit të ujit nga rreshtet e rana. Më zbërthek të e pash, dhe sa e bëjnë drejtuesit e pushtetit vendor dhe qendror në rajonin e Lezhës dhe Shkodrës. Po nisi këtu nga mbrapa që të mërinit e ka jo sa janë të informuar kryetarët e bashkisë për këtë situatë dhe deri ministrat përkatës të fushës përkatës apo deri kryeministri. Është të rrshëgu një kohë e keqe ku presioni i sipërmarrësve ndaj shtetit ka fituar betejën me shtetin. Çfarë do themi presioni i sipërmarrësve? Një që bën projekte, ai ka interes që projekti i mos të ketë oponencë. Por nëse ligjërisht i kërkon oponenca, atij i jepet mundësia që oponencët t'ia çojë oponencën, jo t'i caktohet oponenti i projektit, por ta gjejë vetë, ta bëjë edhe oponencën vetë, edhe ta çojë projektin për zbatim direkt. Kjo ka sjell atë që hartohen projekte të fryera në volume dhe në çmime,
dhe hartohen projekte të pastudiuara. Derisa kanë funksionu këshilla teknike që analizonin projektet, Këshilla teknike në për institucione. në për çdo institucion. Dhe çdo projekt analizohej. Bante dega teknike, zyra projektimit, bante projektin, apo edhe privati, studia private, mblidhe këshillit teknik dhe analizonte projekt. Projektuesi e mbronte, inxhinierët specialistë e vlerësonin dhe banin pyetje. Dhe analizonin, po. Dhe duke bërë ky lloj debati nuk ka ndodhur kur sa kanë funksionuar këshillat teknike, kur nuk ka ndodhur që projekti të mos kthehet mbrapsht për plotësime. Për plotësime. Dhe në hyrje profesionale. Dhe duke kthyer mbrapsht për plotësime dhe projekt gjithmonë kanë pas se projekta, gjithmonë e kanë pas të meta që janë korrigjuar gjatë zbatimit punimit, po dhe ma vonë kanë dalë që duhet ishte bërë ndryshe. Imagjino tash që në funksion këshillat teknike të bëjnë oponencën. Imagjino që oponenca nuk është oponencë ligjore, oponencë transparente, oponencë e vërtetë. Që nuk është oponencë e vërtetë, se kur ti ban projektin dhe gjen vetë studion edhe oponentin, Ky është kalkulim përfitimi. Ky është kalkulim përfitimi. Dhe kjo po ndodh me projektet gjatë viteve të demokracisë është një problem i madh që parat e taksa paguese shqiptar nuk shkojnë në vendin e duhur, nuk shkojnë ku duhet. Po e qartë, dhe sidomos për rajonin e Lezhës. Edhe të Shkodrës dy pika desha të them. Do të thënë, tu është si thush oponenca në pikpamjen hidroteknike dhe sismologjike që ka të bëjë me gjeomorfologjinë e shtresave të tjerë, po hyn ke specialistë nuk e njoh mirë këtë specialitet, por kaq pagën sa si diletant kam nuhatja. Ja rasti i vijës piezometrike që kam thënë. Po, tema ma shpjegoj. Rasti i vijës piezometrike normalisht një projektues që ka bën kanalizimin e qytetit Lezhës, që ka bën rrugët e qytetit Lezhës, sheshet e qytetit Lezhës, do të kishte bën një batimetri, do të kishte bën një planimetri me kota. Dhe do të ishte dhënë pendenca, po themi, nga ish grumullimi që do vijë tek stacioni i pompimit, ka një pjerësi minimale teknike që duhet realizu ai kanal i ujëve të bardha apo i ujëve të zeza që këta të shkojnë në mënyrë të natyrshme deri stacionit, kur ekziston mundësia. Duke bërë studinë pjesore pa oponencë, ndodh që këto sheshet aty te rruga të sheshi para katedrales, të gjithë të dim ne, që aty sa të bjerë shi, do të bat një gjumë me shi. Me ujë. Me ujë. Po? Duke bat një gjumë me ujë aty, normalisht qytetarët janë të damtumit. Qytetarët është damtumit. Por nëse do ishte mush kjo, dhe që lanë, dhe që shku në kotën që ujë të rritë paktën tjetë në nivel, të ikë natyrshëm, po edhe sikur mos ketë pjerësi, po tjetë në nivel. Zdo kishtë asë një piku. Shmangën në për këto kanalet që i kam bëreun të uracenit, ku t'jun që... Aty është dashtë, banë 30 cm ujë, po. Aty t'ishtë 30 cm më lartë, e ndërtume, a i shesh, dhe ato kanalizime, edhe ato poseta. Dhe zdo ishte ky problem. Tani po ndodhë që projekti Gjerman, po financon, Qeveria Gjermane po financon kanalizimi ujëve të bardha të Lezhës. Është një projekti i shumë pritur. Ka vite që Qeveria Gjermane ka afruar si projekt, si financim, dhe unë uroj që të përfundoj sa më shpejt, sepse Lezhë vërtet Lezhë në rast e rresheve të mëdhaja është i padërueshëm nga krimi këtyre pellgëve të ujrave, nga përmbytjet, nga ndotja, sepse aty kur ka... Po, bjenë ndojit bakteriale, tjere, 100 gjëra pas. Gjitha janë përpasoj. Por do t'jetë me kosto, në qoftë se këta rrugë dhe sheshen nuk shkojnë në kotën që duhet t'ishin, të ajo vija piezometrike, ajo vija ujt, që natyra e përcakton se ku do t'ishin niveli sheshit, stacioni i pompimit ka për ta thith ujin, për ta përcjell pastaj, për ta dërgu në kanal, apo në hidrovar, apo
A mendon që ky projekt është studiuar për shembull e para dhe e dyta pash, se nga i herë ne shohim në mënyrë diametrale, domthonë vem hendeshe të thella politike për fat keq e tjerë me radhë, por në këtë rast je banor i këtij qyteti, je specialist shumë i mirë që duhesh dëgjuar me radhë, pse jo një bisedë me kryetarin e bashkisë. A mund t'ja unë kam biseduar dhe do ta kem të ftuar në një kuvent, dhe normal që unë do ja them dhe këtë gjë, por ai do ishte mirë që tani me këtë projekt që u bën, okay, kryetar, një telefon, shiko, du të them ja dy gjëra unë si specialist. A mendon që duhet bërë kjo? Kjo është një iniciativë qytetare, por ne kemi prirën, si zakonisht kemi prirën që kur në thrasin japim mendime. Po nga një herë dhe duhet. Po, nga një herë duhet, po ndodh që kur shkon pa ftu, del edhe pa përcjell. Edhe unë ruhem shumë me këtë gjë, nuk duhet shkoj i pa ftu. Po duhet me provu pas. Sepse du me dali përcjellën. Se dali pa përcjellën atëherë është 2 herë ma keq. Personalisht për mua është ma keq. A për qytetin, mënyrën, kontributin tim për qytetin, për vendin ku jetoj, kam dhënë duke marrë pjesë në këto rrjete sociale, duke... Po edhe komisionin qytetare, janë shumë nevojshme këta. Edhe aty, po u thirrë do shkoj. Po u thirrë. Edhe projekti... Edhe po i themi kryetarit bashkisë, po i them mikut tim Pjerinit, thirrë vllakte se unë po tisha kryetar bashkisë dhe kisha thirrë. Kam bindje që edhe projekti GIS që financohet, kam bindje që ka të meta, nuk është hartu me inxhinier, pjesë oponenza o pjesë mendimdhënies me inxhinier dhe me qytetarë që njohin probleme për mbytyje të Lezhës. Sigurisht janë zgjedhur studio projektuese që nuk janë lezhjan. Ai që nuk është lezhjan, është i prirën 2 herë për të gabuar. Një herë mund të jemi prirën unë si qytetar i Lezhës të gaboj, por ai që nuk është qytetar i Lezhës si projektues, ai është i prirën 2 herë të gaboj në projekte që ka. Dhe jam shumë i bindur që edhe thithja do harxoj, edhe thithja e ujrave të bardha në stacionin pohull që po ndërtohet, ka për të harxuar energji për thith. Në kohë që ai projekt mund të ishte bë që për thithjen mos e pas nevojë, por harxoj energji vetëm për dërgimin e ujit. Kjo ndodh sepse projektuesi është e para në projekte pa oponencë, të mirëfillt, reale të vërtet, dhe e dyta nga profesionistë që nuk e njohin realisht terrenin tonë. E treta është që nuk hartohet një batimetri, një planimetri me kota dhe me izoipse përpara sa me bën një projekt. Po, pak a shumë jam duke kuptuar. Dhe kjo më dhem këtu për Lezhën. Po, e qartë. Unë aty në libër kam shkruar gjitha ndër rekomandime. Po prapë, si para se më shkove ke libri tani, edhe du që të më fokusoj pak kamera këtu, kemi një libër të Pashkut, Kaosi hidroteknik dhe perspektiva e Lezhës. Nën Shkodra dhe Lezhë, përmbledhje historike dhe studimore, rekomandime, edhe është kjo këtu, ky libri, është një pasaport, absolutisht, është një uzus metodik që duhet të qëndrojë në tavolinat e gjithë drejtuesve të bashkisë dhe jo vetëm. Të gjithë institucioneve të rëndësishme që merren me planifikimet urbane. E di pse them Pashk, unë ndosha bibliografinë. Besoj du të kem qenë ka disa vite, ka goxha vite, edhe jam marrë me planet strategjike të bashkisë mirë të Rrëshenit në atë kohë tjerë, pra kam qenë pjesë në komisionet qytetare, kam qenë shumë aktiv, por atëherë edhe të planeve dhe të projekte manë komunitare. Do më që ishin këto rajonet, për shumë Lezhë, Mirdita, Kurbini, shumë të rëndësishme këto sepse donatorët e huaj i qasën shumë këtyre lloj projekte, dhe di që bante një plan për Lezhën e tjerë. Dhe unë vuna re këtu Farudin Hoxhë më duket, Farudin Hoxhë ishte referu Farudin Hoxhë dhe Farudin Hoxha bëri një projekt shumë interesant që asaj kohë. Kështu që unë du të falenderoj për referencën, unë do ta lexoj mirë këtë libër, absolutisht, dhe një herë tjetër do t'ulim me kuvend për të folur për këtë libër më në detaje dhe me specialistë mirëfillt që ta transmetojmë për gjithë njerëzit. Atëherë, pikërisht tu çfarë jep te ky libër Pashknosi? Çfarë i jep qeverisjes vendore, edhe qeverisë qendrore për këtë rajon shumë delikat
problematikë sa i përket përmbytjes. Atëherë pikë së parë duhet të them që vështirësinë më të madhe kam pas vumjen e emrit të librit, titullimi e librit. Kaosi hidroteknik. Hidroteknika, kjo. Fjala kaosi hidroteknik për dike qëndron e ashpër, për dike qëndron e madhe, si fjalë, si mision, dhe për dike qëndron reale. Unë them qëndron reale, masi kam menu disa variante, disa mënyra të titulloj, por në vitin 1932, Angelo Omodeu, një inxhinier italian, që studionte Shqipërinë, problemet ujore në Shqipëri, shkruan thotë që kompleksi Drin Bun Mat Gjadër Kirë, në lëmit që rrethojnë qarkon Shkodrën, Lezhën dhe Shkodrën. Shkodrën, po. Është kaosi hidraulik, thot ai, po hidroteknik. Kaosi hidraulik më i ndërlikuar në Europë. Në Europë. E pashkët edhe thash, ku e ka marrë pashkët? Kjo është të pra, unë jam referu këti, kur ai në 1932 thot që... 32. Po, 1932 thot, kaosi hidraulik i këtyre lumeve është më i ndërlikuar në Europë, është pikërisht këte do të kapi. Misioni është shumë i vështirë për me dhënë zgjidhje, por libri bëhet. Me dhënë zgjidhje duhet Fardin Hoxha është në kryetari i Akademisë së Shkencave. Ka qenë në krye të grupit të projektimit për drinjen e Lezhës. Edhe për eliminimin përmbytjeve të Lezhës. Sepse ka një lidhje konvejer, do më projektimesh që lidhet me ecin e Thjeshtës. Po, me kaskadën e drinjit. Me kaskadën e drinjit. Me shkarkimin e... Me shkarkimin dhe i ka ditë shumë mirë se ç'a ndodh me këtë, me gjithë problemin që ishte këtej. Është shumë interesant kjo, dhe Lezhë e pati fat, një projektues tillë që ju qas planeve urbane, mobilimit urban, sa i përket gjithë hidroteknikës. Dhe oponenti i librit është Farimaho, doktor i shkencave. Po, që kishte bërë Farimaho, sot për sot është inxhinieri më i spikat hidroteknikës së Shqipëri, bashkëpunëtori i Faradin Hoxhës në rastin e studimit të drinjit Lezhës. Interesant. Dhe unë kam menuar që në këtë libër të përmbledhi atë çfarë Faradin Hoxha me ekipin e tij kanë menduar për Lezhën, atë çfarë qeveria italiane kuislinge e dikushme kanë menduar se si me zgjidh problemet ujore të Lezhës, kaosin e hidroteknikës të Lezhës. Që në atë kohë është menduar? Po, që në atë kohë është menduar. Interesant. Me projekte, ha? Me projekte, po. Do më pas dorë dhe Kontiçano? Ke i shumë Lezhë? Para thashë duhet është një emision shumë i gjatë, po jep historikun e drinjit Lezhës, që drinji i Lezhës dikur ka kalu nga fusha Torvic. Ja. Në një periudhë ka kalu nga fusha Torvic. A ne, kështu ë? Aty tek ajo gjinaturë që kemi pa në 2010 të Bendi. I futi të merrin në zonën se kam qenë aty. Kush ka qenë Nikoll Leci, ka qenë deputet Nikolla në atë kohë. Nikolla po. Edhe me Paldaqin. Frika e madhe se po çaj ajo dhe e merrte Lezhën përpara. Me makinat e ushtrisë duke ndjek ku po kalon uji te Bendi, duke hedh çakull, duke rrit nivelin. Bëjmë retro histori. Pra që në atë kohë, që në qeverinë kuislinge, kjo është, pra ne thash, nështë duhet shumë ma gjatë, po ama... Po, ti bjem për qita zi pak. Po, drinji ka ndjek rrugën e vetë natyrore. Natyrore, normal. Ka qenë vitet 54-67, pastaj që është punu për devimin e drinjit në shtrati i Lezhës dhe për të quar në Bun, dhe për të derdhë në grybderën e Bunës, në Velibojnë, edhe në Ulqin, në krahun Ulqinit. Edhe kjo është, kur është mendu për me liru këtë tokën bujësore që ka Lezhë, nuk e di më është ba mirë, është ba keq, por keq është ba pjesa tjetër që Lezhës i mungon ujë.
Po, do nuk ka Kur duhet i mungon, prurin e duhur, po kur duhet i mungon uji zadrinës, kur nuk duhet i shtohet. Kur nuk duhet I shtohet dhe e mbyt. E mbyt. Atëherë, cila është check balanca që krijohet në të rastin me syrin e një profesionisti? Check balanca është, do ta themi në rekomandimet, check balanca është e kësaj, do të bani modelim hidrolik Po, i zonës Lezhës nën Shkodrës, ku përfshin drinjën punën dhe drinjën e vjetër të Lezhës, që është këtu në kolektor i ujërave të ndodhura. Bat një batimetri me kota me gjitha, bat modeli hidrolik dhe jepet zgjidhja. Unë në konceptimin tim, në studimet e mia, unë them që nëse drinjë e Lezhës do të kthehet në parametra studiuar nga ekipi i Fardin Hoxhës, po, mund të lëshohet ujë 100 deri në 200 metër kub në kohën e përmbytjeve, kur kaskada drinjit shkarkon ujë më tepër dhe përmbyt Shkodrën dhe nën Shkodrën. po. Ama do shkojë në parametrat që ka studiu Fardin Hoxha me ekipin e tij, jo në parametrat e pushtetarëve që kanë ardhur mas kohës Fardin Hoxhës, që e kanë zbatuar diku prej, kanë zbatuar të mangët, të paplot, dhe sot edhe që është zbatuar nuk po mirëmbahet. Po. Dhe dish gjerë se më dhem këtu, në dhem gjithve, drinjë i Lezhës, sipas Fardin Hoxhës, këtu të ura e Lezhës, do t'jetë shtrati në kotën minus 4.9 metra. Që kuptim minus 4.9 metra poshtë nivelit detit. Duhet tjetë? Duhet jetë, shtrati. Si ka mundësi? Ky është shtrati që e kanë llogarit ata, Po, që të marrë ujë në të kapet e kota minus 5 në det, në mënyrë që të vetë pastrohet drinji me rrjedh? me rrjedh. Po, Të vetë pastrohet, totalisht nuk i bie të vetë pastrohet, po ndoshta mbi 80% vetë pastrohet. Pra draga për pastrimin, për ujitjen e kotës, do i duhet me nërhy një herë në 10 vjet për me rujt kotën. Nërsa në këto kushte, duke mos e pastru, duke pastru skapat, duke hedhë material të mrena, kota shtratit drinjit sot është mbi 0,0, ka kalu plus. Nga sedentet? Në që t'ishte, po, duke gjithë që kanë arto nga prurit malore të erozionit, Po, janë depozitu në shtratin e drinjit, dhe po shkosh ta matësh sot, në një ditë të qetë me ujtë pastër, shifte dhe me sy, ka kalu plus kota, jo ma minus 4. Qa ka tjetër? Prerja tërthore e drinjit. Kokë më kokë, tu në Lezhë, argjenatur më argjenatur nga qyteti dhe në anën perëndimore, është 100 metër distanca e asaj që ka propozu Fardin Hoxha. Nuk është realizuar 100 metra. po ka pas një projekt Aje ka projekt të mirë, të mirë studium. Jo, po, të aplikuar. Po, kanë Jo, aplikimi është bën pjesë pastaj, se s'ka një aplikim shtërrues? Jo, është bën pjesë. Pjesë, po. Është ndërhy në vitin 2005 si mas ti projekti, si mas ti studimit Fardin Hoxhës, dhe është bën ky segmenti nga frutorja, po themi, nga ura e vjetër, të lagja Skanderbeg, lagja Iliria, deri në Grykderdhi, është bën kjo. Por nuk ka shku në parametrat që është studiume. Sigurisht që ka dhënë zgjidhje momentale, po vazhdimi matutje i depozitimit të erozionit dhe mos mendimi, mos patja e një ideje se si do të hiqen të materiale dhe ku të çojnë të materiale, pasojët kanë për të ardhur në ditët që vinë. A kalon një vit, a kalon 2 vite, nuk e di, të ta shohim. Po
do të vujmë këto pasoja me përmbytje. Ka pas në dy anët e drinit jenë lënë hapësira që draga do gërmoj, draga është një anije. Po, e kam parasysh. Një eskavator, flas për qytetarët. Po. Është një eskavator që lundrus, që gërmon dhe me tuba e përcjell materialin dhe nxjerr në sheshe të lanën apostafat për këtë punë, për thellimin dhe pastrimin e drinit. Disa kanë ndodhur në këto vite? Kanë bërë ndërtimet. Jo kanë bërë, ato sheshe i kanë dalë për tokë bujësore. Ja. Sigurisht janë korruptive. Korruptive po. Do një bëj thirrje. E qenë njerëzore. Kryetari i bashkisë, po. Kryeministrit, kush është zot në këtë vend, ato tapi të dhënëra. Po. Ti anulloj sa nuk është vonë. Tash po na bie më u prish me qytetarë që i kanë marrë. Nuk kam problem. Mirë, po për të mirën e përgjithshme. Na një mund të dhe mikë jemi. Okej. Na një mund të dhe mikë jemi që ka bërë të punë. Po mirë, po do të ketë një hartografi ma. Ka për këto pika që thonë? Janë të gjitha. Të gjitha të përcaktuara. Të gjitha të përcaktuara dhe dihet se ku janë ndonjë prej këtyre ka zënë edhe një i fuqishëm. Si. Ai është biznesmen i fuqishëm apo tani që është ndërtues i fuqishëm apo është ndërhyj, tregon kur kanë hyrë njerëz fuqishëm, tregon që është përdor ose pushteti ose korrupsioni për të marrë ato tokat. Dhe për mua, nëse do isha unë, me dy durët nesër duhet me heq, me ma heq atë provë. O pashe, di që më kujton. Besoj du të ke qenë para 10 vitesh. Edhe kam pas në bisedë akademikun Ametosin, profesorin. Sot nuk jeton, është një drejt, du ta kujtoj sot me i homazh për një specialist jashtëzakonshëm. Ishte i ftuar frekuent tek emisioni dhe më vinte më një herë. Po mbaj mend që unë i bëra një pyetje, i them profesor, në pikpamjen historike, kur Shqipëria ka qenë një moment se më përmend një herë një plug që ishte bë i njohur, një plug shqiptar edhe në Itali. Por i them momenti më i mirë që ka përjetuar Shqipëria. Dhe një njeri që nuk kishte komplekse, sepse realisht do të kem komplekse me etapat historike, absolutisht. Dhe përmend që momenti më i mirë është bonifikimi i Shqipërisë. Bonifikimi i Shqipërisë është kulmi i gjërave. Do të thënë, projekte se kur po flasim bashkë, atëherë së paku kjo Shqipëri në këtë pikpamje, Lezhë, kjo zonë, a do të shkojë ndonjëherë në nivelin atyre që kanë qenë, për te babzitjes, për te kësaj që po ndodh, siç thot profesor Osja në atë kohë. Shiko, sistemi i kullimit dhe ujitjes në Shqipëri është një në gjanat e rralla që e ndëron periudhën e diktaturës komuniste në prezentimin e Shqipërisë në Europë dhe në perëndim. Është një studim i mirë fill shkencor dhe sot besoj gjithë e dimë që Instituti Bujësor, Agronomia, është në fakultetet dhe universitetet më të akreditume që njihet në shumë vende të diploma aty njihet në shumë vende të Europës dhe të botës. Dhe pikërisht sepse sistemi i kullimit dhe ujitjes i hartum nga këto institute gjatë viteve të diktaturës është një ndër gjërat më të bukura, më të mira që ka ba ajo kohë. Futesh në ujë 75% të sipërfaqes bujësore, është arritje e madhe. Të bonifikosh kneta pa fund. Të bonifikosh kneta pa fund dhe i kthesh në tokë bujësore, të heqësh përmbytje. Dhe mos lejosh përmbytje. Dhe mos lejosh përmbytje, është arritje e madhe që bota ka zili. Nuk e di tash, apo janë lobime, apo veprimtari politike, që ky sistem ujitje dhe kullimi është lënë dekadencës, degradimit. Sot, për fat keq, unë kur isha atje tek kullim ujitje në Bashkinë e Lezhës në vitet e fundit, ato statistika që dërgoshëm ne thoshëm që sipërfaqja tokë bujësore e vaditun është 20%.
me shumë rezerva 20%. Nuk është mbi 15%. Përsa gjithë kanalet janë damtuar në prish. Bllokuara. Investimet që në bane për kanale vaditëse, veshën e tyne, me shku me i pa të dhejmë në sytë, edhe nga anë estetike, po edhe nga anë konstruktive. Po, dhe funksionale. Nga anë estetike janë drejla shtrema, kanë fillu bimësia dalë në beton, që ka tërgon që nuk është edhe shtresa dur. Ata janë dëmtu. Kjo, këthejmi prapë të ka e që thashën, nuk kanë projekt oponentës. Marrë ndërzim, bëhet ndoshta me presione politike, nga institucionet, do t'ja marrim këtij sa shoku jon apo shoku i partisë. Se kam për këta, kam për gjithë. Po, e qartë. Nuk, kjo është një problem që du të ndryshojnë, ata që kanë dorë të ndryshojnë, po shumë e rëndë që të ndryshojnë. Po, e qartë. Se po e degradojnë. Okej. Hidrovori i Balldarenit. Hidrovori i Balldarenit është në atë kohë që është projektuar në kohën e Partisë Punës. Kur është ndërtuar. Kota Knedës ashtu në vendet caktuar mbi 1 metër. Çfarë do thotë që hidrovor nuk ka mundësi ta thahet Knet. Në pjesën Malecave, Trovic, Shkamit Kuq, që të punoj sa të dojë hidrovori, kur bjen shira, nuk e kollon dot, nuk e thithujnë dot. Hapet i si dush kolektorin. Hape, gërmoje, rregulloje, në fakt ma shumë rregullojnë skarpatat sa gërmojnë. Po, sa e përmend edhe për drenin. Po, ma shumë kjo është si proces që e banë, dhe përderisa s'ka topograf me kërku, ekskavatoristi është sa ma shumë naftë në deproje, është ma interes ka më. Edhe rritit mundësi e përmbytjes edhe nga kjo, po ama, ky hidrovor ka vite që është projektu për të bërë hidrovor i ri, shtesë, e këtij ekzistuesit, aty në gjitur, në kotë edhe 1 metër ma poshtë. Ajo është në kotën 3, shkojnë në kotën 4. -3, -4. Edhe të zgjidhet një farë mënyre, jo po zgjidhet mirë kullimi i fushës Trovic, asaj fushët Begat, që Shqipëria nuk e ka ma të Begat e ma të mirë sa e fushë. Nuk po themi për vaditën që është shkatru gjithçka, me stacionet dhe me kanalizime, janë vjedhë dhe plakat që ka nështru, janë vjedhë tubat që ka vaditja në formë shiu. është në trafike, nuk ka mundësi më bë me rrjedhë lire, vetëm vaditje në formë shiut. Mjafton që i rush nivelin gjatë sezonit veror, gjatë sezonit kur është në kultivim të kulturave bujqësore, është nivelin e ujit dhe nuk e nevojë ta vadisësh tokën e Travicës. Dhe prodhimet e saj do të ishin marramense. Si ka qenë dikur, bostani që shkonte krejt jashtë. Po, bostani e njohur. Ai markë e njohur. E njohur, po. Vëmendja shtetit do të ishte që ai hidrovor ndërtohet dhe ata qytetarë të Travicës mos pretendojnë marr rrugat me shku jashtë vendit për ta bënë jetën e tyre, ta gjenë jetën e tyre në atë zonë. Dhe për produktet e tyre ne kemi nevojë, Shqipëria ka nevojë. E njëjta gjë është me Zadrimen. Zadrimi është një mrekulli, sot është toka është e lirë, pa zaptuar me ndërtime. Me ndërtime. Ka më pak, kisha që më ka pëlqyer. Ç'a duhet aty? Kullimi, vaditja. Po. Zgjidh problemi i vaditjes, çoj ujë, është një sifon në Hajmel. Po. Një sifon që kalon poshtë, kalon një pru dhe sifoni i kanalit ujëve që furnizon lezhën. Atë sifoni kur kanë bërë inxhinierët, a kanë bërë nga padia, apo kanë bërë me një qëllim që mos vi uji i duhur, i përcaktuar në lezhë për vaditje, dhe nuk e di, po çaj kushton shtetit, le të marrë variantë që nuk kanë ditë me bë ndryshe, kanë përdorur gabim. Prishëm atë sifon. 8 metra tubo janë. Ose mos e prishet e futet
edhe 8 metra tuba të tjerë, bani lidhjen dhe të vijë ujë i përcaktuar, të vijë në lezhë. Po, e qartë. Të falenderoj që gjatë bisedës me këtë realizojmë zadrimin, që të kenë mundësi fshatarë, mos vejnë pompa benzine, nafte për me vadit tokat e tyne, e mos të lene tokat të i bajtisin këtë të hiken jashtë për të kthejnë. Sepse modelet i ka dhënë zadrima. Po janë. Me fishtën, me mrizin, me trashanin ylli dritës, edhe kam pa dhe bujtina që po bënë. Shumë interesant, punohet toga, deri dhe oriz është mbjell nga Altini aty. Po. Kështu që është gjanë, unë të falenderoj shumë për një gjë që, okej, dhe besoj që emisioni është i vlerësuar kur jep edhe zgjidhje përmes specializë, kështu që do vazhdojmë pak me këto zgjidhje që ti i sugjeron, është shumë e rëndësishëm ky fakt. Për të mbyllë këtë pjesë të parë, unë du të them disa gjëra për parathënien e librit, Kaosi hidraulik dhe perspektiva e lezhës. Dhe profesori, si e kishte profesori që ka bërë parathënien? Fari Maha. Fariu, po, dhe thotë e vlerësoj, thot autorin, për dokumentuar dhe lënë brezët sot dhe tashëm, një memorje sa teknike aq dhe historike për lezhën dhe nën Shkodrën, pjesë të nyjes hidraulike që qeni i Shkodrës bën drinë gjatër. Inxhinieria natyrë, thot, për shekuj, pra vetë natyra, për shekuj me radhë është përpjekur të ekuilibrojë dhe stabilizojë ndërthurin e këtyre lumeve në këtë nyje, duke ndarë dhe bashkuar rrjetet e tyre siç është ajo e drinit Shkodrës dhe Lezhës, apo duke balancuar prurjet e drinit Lezhës me ato të Bunës nëpërmjet luginës Kakariçit, por siç prezantohet në histori, nuk ja ka arritur qëllimin. Pastaj thot, autori ka gërmuar historinë e vjetër dhe tretë të këtij sistemi hidraulik dhe hidroteknik, sidomos për zonën e Lezhës, duke kombinuar dhe mbështetur këtë me përvojën e tij gjatë punës e tjera. Sistemi i bonifikimit dhe ujitjes ku keni folë gjërë e gjatë dhe thot shumë pasaj, thot që ky është një platform, paka shumë, e kam lexuar në komentet tjera, është një platform, është një udhëzues metodik që duhet të jetë në tërëzat e gjithë drejtuesve të pushtetit vendor, në krahinën tonë dhe jo vetëm, po sidomos në krahinat që përmbledh qarku i Lezhës edhe i Shkodrës. Kjo është vlera e një libri, dhe jo monografitë e gjyshëve e stërgjyshëve pashk, se mbushin bibliotekat me monografi e gjyshëve, stërgjyshëve, i bën krejt luftar të vjetër që në kohën e Skënderbeut. Ndalemi këtu, këtë e për këtë të falenderoj shumë për këtë libër. Atëherë do të jemi sërish me Pashnosin, me inxhinier Pashnosin në pjesën e dytë. Rikthehemi këtu në kuven në Akrolis TV, në një kuven ndryshe kësaj radhe, me inxhinier Pashkëndosin dhe po flasim për situatën e rreshjeve të shiut dhe disa zgjidhje që janë menduar përmes librit që folëm pak me inxhinier Pashkun, dhe disa gjëra që po na i sugjeron dhe unë jam shumë i kënaqur me këtë bisedë deri tani me inxhinier Pashkun. Inxhinier, okay, po thuaj se për Lezhën folëm goxha. Unë vuna re që të ditët e fundit, pra me rreshjet e shumta, kanë dëmtuar dhe zonat tjera të qarkut. Sidomos një dëmtim që ishte gati i llahtarshëm, do ta jap në pjesën e fundit, ta japim si gjithë ato çfarë ka ndodhur, është në zonën e Kurbinit. Kurbini i mbushur me ujë, lumi droja, proj droje si është, domethënë ka marrë përmbytë, fut nëpër shtëpi, bëhet domethënë gjithçka kështu. Çfarë ndodh me këto? Kemi të bëjmë me këto, si quhet ndryshe, disiplinimi i ujrave të larta, si quhet? Disiplinimi i ujrave të larta, po. Çfarë ndodh me këtë rajon në këtë sens? Çfarë nuk shkon kjo që po ngjet kjo gjë domethënë? Shiko, do të flas pak për drojen. Sigurisht se zona e Kurbinit është e kërcënuar nga ujrat e larta. Kërcënimi më të madh ka nga lumi i drojes, i cili duket sigur është një lum i vogël, por është një lum me një pellk shumë madh, është një lum i rrëmbyeshëm. Do ta dini që lumi i droja fillon ta marrë ujin që nga qafshtama. Po? Zbret të shkami i vajs, se kemi një gjurë në të shkami i vajs, është ajo kur shkon për qafshtama, ajo vendi ku e ndhedh. Po, është historia mitike e zonës Krujës. E zonës Krujës, po. Dhe
vjen te kanjoni Noës, Po, kanjoni Noës, një kanjon për të pa nga turistët, po është një diçka jashtëzakonshme natyrore, por mbledh ajo zonën e Noës deri te mali i Skënderbeut, mbledh ujëra dhe në rastet kur ka rreshje të u dendura, jep shpejtësi, i fusin tup, pjerësia pjerësia e madhe, po, pjerësia e madhe që ka deri te kura e autostradës, është me goditje shkatërruese për veprat ujore shumë të studiume, vështirë me i përballu. Ka një fat keq Droja që në ndarjen bazen politikat e ministrive të mjedisit ndër vite, Drojën ja kanë lënë Durrësit. Në fakt, sipas Drojës vjen shpesh kalon Droja, dikun kalon e merr Durrësi dhe nga një herë e merr Lezhë, Qarku i Lezhës. po, Dhe e kanë lënë këtë, ja kanë bashku Drojën, kanë bashku për shfrytëzime, për trajtim bazenit Ishëm, bazenit Tiranës, Ishëm Erzen. Nuk ja kanë lënë bazenit Matit. Por duke lënë atje si Mënjan, Ishëm Erzeni nuk janë bazene. Po e qartë, është si puna e bulirave mes dy kunatave. Po. E kanë dy kunata bulira thatë. Pa trajtim. Asani asti. Dhe realisht Droja du studiu, Po, do të studiu me një vëmendje tjetër, jo me këtë vëmendje deri sot. Du të disiplinu fuqia e ujit nëpërmes sistemeve kaskad të ndalimit të shurjes së energjisë ujore, përpara sa të vijë tek ura e rrugës nacionale apo tek ura autostradës, apo përpara sa të fillojnë të vinë aty ku bashkohet me kanalin e ujëve të larta, në të ktheset që ka, të cilat janë të kërcënuar vazhdimisht nga këto prurje që me të ujit me energji shumë madhe, që të kapërcej, të prish, shkatërrojë dhe të përmys familje dhe tokat bujqësore atje. Zona ku kalon lumi i Drojës në pjesën fushore është një zonë e ulët. Është një zonë që kollohet me hidrovor, ka një hidrovor i Drojës. po. Edhe kur edhe i shtohet edhe ujë i Drojës, kuptohet se është ndodh me atë zonë, me atë sipërfaqe, deri në fshatin Adriatik, është një zonë më të kërcënuar që ka Qarku i Lezhës për shkak të lumit të Drojës, energjisë madhe të ujit të Drojës. Pastaj është Zheja. Është një rezervuar të mëdhej, i menu mu studiu për më shfrytëzu dhe nga ana energjetike, thon 34 metra lartësi. Po edhe Zheja vjen e zbarkon në përati në të kanal ujëve të larta dhe vjen e bashkohet dikun me Drojën edhe ajo. Kush në derë në det. Nëse vemëre i afrohet lumit Ishëm Droja dhe vjen e kthehet dikun drejt me Sanxhakun, ku derë në det, në patok. Ka një deviacion të çuditshëm natyror. Droja du studiu, nuk du lënë ma asë nanës, asë njërgës, por du studiu si një lumë me problematiket e veta. Fenomeni që ndodhë që përmytet Laçi pastaj, përmytet Miloti, përmytet Uzina, është fenomeni ujëve të larta, i erozioneve. E dim në ajo bimësia, pyjet e shkatrume të preme, janë ba shkak që të ketë erozion madh. Pritet malore të vjetrat, janë ba për ndalimin e këtyre erozioneve në përprita dhe për shurjen e energjisë ujit që vjen nga lartësitë e mëdhaja. Ata janë mush. Po një pjesë të një është shkatru. Tash, ose duhet me ba prita të reja. E para me zëvendësuar që janë shkatru, e dyta me ba prita të reja malore. Ose duhet që materialet inertë që ndodhen mbi këto prita malore
të merren, të evadohen, përse mos të përdorë, mos të jepën edhe përdorë edhe pak politikë, ekonomike, të bizneseve që kanë nevojë për mushje, ta marrë material tek ata prita. E njëjta gjë është në zonën e Laçit, në pjesën e uzinës, deri në Delbnisht. E njëjta gjë është në Zhej, e njëjta gjë është në projnë e Milotit, e njëjta gjë është në 19 prej që ka Lezhë, e njëjta gjë është në Jezull, që ku kam do sjell pamje nga Jezull ku kanë i ka ura aty. është Gjithë ato dëmtime që janë kështu. e njoh mirë Jezullën, kam punuar, kam shkel me kam atë zonë vite më parë, kur isha më i ri se sa sot. Sot ndoshta pritoj sot mund të nuk e di kam atë energjinë të hershme, por e njoh mirë dhe kam parë që ka nevojë Jezulli nga ana hidroteknike me u trajtu. Ai burimi i ujit pishëm me u trajtu mu menaxhu, nërsa kjo pjesa e prejnave duhen trajtu, duhen ba sistemime që mos të përlajnë tokat e atyre fshatarëve, mos përlajnë urat që janë ba të pas të studiuar pa oponencë, se përdarin prapë tek ajo. Me thënë drejtë, unë e pash aturën dhe edhe unë do e kisha projektu më ndryshe, që s'marrë vesh nga projekti. Ure bëhen pa oponencë. E pash. Edhe jam i sigurt që nëse është marrë firma dikujt, aty të ka bënë një inxhinier topograf që nuk ka lidhje me hidroteknikën, ose ndonjë inxhinier ndërtimi që nuk e njeh hidroteknikën. Pra na është e rëndësishme. Ose ndonjë këshilli teknike që më theti para. Ajo është këshilli. Edhe në përbashki që t'ja themi pak edhe jo se i ka gjitha një kryetar bashkie që është tani, po t'i marrim gjithë konvjenin e kryetarëve të bashkive. Që disa gjëra duhet sistemuar me profesionistë. Nëse ndodh ajo që të bëhet oponenca reale, ta dish mirë, ta din mirë teleshikuesit kush na nixon, ta din mirë që kosta e ndërtimit është shumë herë më lirë dhe cilësia e atyre projekteve është shumë herë më jetë gjatë dhe më pranueshme. Pashkë mund dalë me qenë se ti ke qenë dhe je marrë me basenin e Matit. Po. Edhe ne kemi bërë dhe mase atë komentin mund ta japim, sepse është një koment që jo sa e kam bërë unë, po ishte momentin kur gati po sillte një katastrofë ura e Matit. Dhe vetëm ajo, po dhe ura e Zogut, edhe ura tjetër në Rubik, pra një gjithë sistemi i urave. Nuk e di të ka shqetësu fakti se çfarë ndodh më atë, çfarë ndodh me basenin e Matit. Se në fund edhe ura e Berlusconi do të rrezikohet. Shiko, është unë atëherë në kohën që isha përgjegjësi i bazenit të Matit, realisht jam gjetë përballë sulmeve politike shumë të mëdha, kur sot qeveritarët e sotshëm do të vinin pushtet, kishte një vëmendje të jashtëzakonshme për keq shfrytëzimin e lumit mat. Nga një anë kujtoj me nostalgji atë opozitat hershme që të menaxhohet shfrytëzimi i njerëzve të lumit mat. Nga ana tjetër e kujtoj edhe me një farë urrëtie, përse nuk isha unë autori që lesha ekskavatorët me hyrë në lum. Aty ishte inspektorati i ndërtimit, ishte policia e shtetit, unë isha me dhënë leje aty. Pozicioni im ishte sekretari teknik për me dhënë leje për shfrytëzim. Në fakt ti i pengoje. Unë i pengoja sipër leje dhe sulmet vinin ndaj meje. Pas e kriju shumë armiq. Përgjegjësi i bazenit thoshin ata, pra sulmi ka pasur politikisht. Mbaj me në atë moment. Sulmi ka pasur politikisht pa drejt, ama pavarësisht se ku ishte drejtu, unë sigurisht nuk kam pas një lloj mbrojtje personale ndaj atyre sulmeve, sepse kërkesa tyne e opozitës atëhershme ishte shumë e drejtë. Nuk po kaloj pastaj në debate mbrëmshme nga pas me institucione që ishte kalp qeverisja, që kishin ra në dorën e disa ekskavatoristë që drejtuesin institucioneve që merrshin, me sigurisht merrshin, paguheshin në ndorë që të shkoshin të gërmoshin edhe poshtë kameturave. Për fatin e keq, po banë 12 vite, vazhdon, shfrytëzohet barbarisht, ma keq sa atëherë. Do më për ty është e parajmëruar kjo situatë. Për moshë,
Unë jam shumë i qartë, edhe në libër, e ke trajtuar në libër? Është trajtuar gjatë kjo. Pra ne themi që ky libër duhet të jetë në tryezën e Kryetarit Bashkisë Lezhës. Mirë urat, çfarë rrezikohet? Çfarë rrezikohet? Rrezikohet në gjatë tjetër prapë më madhe. Po. Bregu i Mac dhe Fush Kuqi janë një akuifer që furnizohet me ujëra që vijnë nga bjeshkët nëpërmes shtresave aranore në Milot deri në Zemen, dhe kalojnë në një shtresë të mbyllur argjilore, ku banë këto pus shpimet dhe nxjerrët ujë i pishëm. Me këto pus shpimet furnizohet Durrësi me ujë të pishëm, furnizohet Lezhë me fshatat përreth, furnizohet Shëngjini. Jam i bindur që po të ketë transparencë, kripëzimi i ujit ka filluar të rritet ndjeshëm nga ulja e nivelit të shtatit lumit Matit. Ka hyrë deti, sa ma shumë tullet niveli shtatit Matit, aq ma shumë vjen deti këtej, aq ma shumë ndikon për më shku me kripëzu ujin që ne sot e pim. Ujit e pishëm. Ujit e pishëm. Është një sinjal i fortë pas kjo. Kjo është pasojë. Kjo është një sinjal për gjithë, është sinjal dhe për kryeministin e vendit. Po, kjo është sinjal për qeverisë. Ma qëta i Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Po, është Komiteti i Digave i... Po, është një sinjal për ata, e meruj sigurinë kombëtare, një rajoni. Kjo është shumë e ranë. Shumë e ranë, vërtet shumë e ranë. Tash se do të thotë që është ullë kota të kama urës re të autostradës, është ullë gati 4 metra aty. Sigurisht që ura vjetër e trenit nuk ka qenë përgatitur për këto kushte. Dhe po ta shohësh sot ku është bazamenti i kanveturës me pilotat, e shifit me sy që është 2 deri në 3 metër, kanë dalë pilotat dhe kanë dalë bazamenti për jashtë, për ne është vëllë kufizimi për mos me kalu të ura trenit me automjete. Pra ndaj ka ra ura e zogut, ura antike, historike, ka ra dhe nuk mund ngrehet ura zogut. Dhe du të mua prish më ba nga para. Do vinë të këto ura tjera. Dhe këto pasoje vinë të ura Rubikut, që edhe ajo dikush më tha që... Po, është edhe ajo, është agravuar situata, edhe ajo. Dhe për pasoj, shtrati lumit ka përtar deri në Rëshën, deri në Fan. Në lot dhe kjo të Fani madh të Diga, që është në të ujitër centrale të Turkut, ajo në energji, në lot aty, nësot në Fanin tjetër vazhdon ramja. Po që të thotë ramja e shtratit? Do thotë nxjerrja themeleve të pritave që në bërë për mbrojtjen e tokave, majtës dhe djathës lumit Fan. E pas të falenderoj, du të bëj një nërhyrje të vogël tani, bëj një nërhyrje, masaj është pak jo etike, kur je në një kanal televiziv, i cili është normal një kanal modest, por që mundot të trajtoj problemet mëdha qëndësishme jetike për komunitetet ku jetojmë. Edhe unë du t'ju them kaq edhe televizionet mëdha dhe emisionet mëdha, qoftë emisionet e Blendit, Fevziut, e tjerë më radhë, or mik, o koleg, për aq sa jemi, a ka mundësi me thirrë specialist tillë dhe me trajtu problemet tilla? Jo kakofonirat e legjendave urbane të bulevardet të Tiranës, ka nevojë për gjëra të tilla thelbësore. Okej, ai keni profesionistë antikonformist, si puna e Pashnocit. E them me sinqeritet, domethënë ka shumë nevojë. Ka shumë nevojë që të thirrën specialistë, të cilët të thonë vërtetën e madhe, që nesër pas nesër, si kom herë në një vend, herë në një tjetër, se kjo që më theje për ujin e pishëm, që unë nuk e dija, dhe kjo është një alarm i madh, është një alarm kombëtar, se çfarë po ndodh pikërisht me mos trajtimin. Dhe prandaj ky libër ka vlera. Kaosi hidroteknik, është libri i parë në Shqipëri që bën dhe sjell, po sa kaose të tilla kemi edhe për zona të tjera. Në këtë sens pas të falenderoj sinqerisht që je në emisionin tim sot dhe po trajtojmë copat mëdha që kanë bëjnë me jetesën e shqiptarëve. Uroj të birë në vesh të kryeministit, të ketë njerëz të përgjegjshëm të politikës që t'i apërçojnë kryeministit, përse kështu funksionon.
gjithçka drejtohet nga politika, duhet të jetë një vullnet i kryeministit apo një vullnet i opozitës që të dalë me projekte ndryshe nga qeveria. Për fat keq deri sot nuk shoh as qeverinë dhe as opozitën në vendin ku duhen për trajtimin e vepra vojore dhe problemeve. Okej, kam dhe një pyetje që e kam të fundit edhe i pyetje të fundit. Mbaj mend unë kam ndjek ato vite kur ishte Farudin Hoxha, dhe kam ndjek në takimin që u bë një takim i madh, që mungojnë ato takime. Me specialistë, me grupet interesit, me komisionet, me këshilla teknike të tjera, që ishte tamam një gjë shumë mirë. Dhe mora një frazë atëherë të profesor Farudinit, dhe mbi atë fazë ndërtova një emision me inxhinier, me arkitekt dhe me inxhinier urbanist, që i mora nga Tirana, ka qenë rektori i Universitetit të Tiranës, në dimension që bëj atëherë më plus. Edhe i vuna titulli kështu: Lezhë e kapur për fytje. Cili ishte koncepti? Pra ne do shkim ke pyetje për ty. Lezhë ka për fytje sepse e shihja kështu domethënë. Ke ura atje që lidh Lezhë që vjen për Shkodër, e ke parasysh? Po. Tu kalon Lezhë atje, anë vin nga pjesa tjetër e Shqipërisë, Shëngjini, gjithë të dhe ishte e gjitha vjen mbylli këtu. Po si ka mundësi mo që këtu vjen mbyllet tamam Lezhë zihet për fytje. Tani ka një gjë. Është projekti i rrugës Balldre, domethënë Milot Balldre, i autostradës. Nuk e di nëse ka kaluar në procedurën e tenderimit me radhë, por kam një pyetje që lidhet me një fakt, që është pikërisht në këtë vend, që është një nga hotspotet më të mëdha kombëtare të ndërlikuara sa i përket problemeve hidroteknike të përmbytjeve me radhë. Rruga që do bëhet, a mendon që është marrë mendimi i specialistit hidraulik se çfarë do ndodh? A do të rrije kjo rrugë që është? A du të hiqet kjo rrugë, ndërtohet mbi atë shtrat? Çfarë do ndodh me zonën sa i përket përmbytjeve të tjera me radhë? Kjo është thjesht një intuit e një diletanti, unë nuk marr vesh nga kjo, por gjithsesi do ta pyesë aty si profesionist. Dhe çfarë sugjeron ti pash? Unë bëj pjesë në grupet e interesit të kësaj autostradës, aksit të autostradës që të ndërtohet. Përse unë jetoj aty buzë rrugës ekzistuese. Jetoj edhe aty kam aktivitetin. Dhe kam shkruar në rrjetet sociale, në libër kam trajtuar, se libri ka përcen edhe në problemet e zhvillimit urban të Lezhës, e lidhet, gjithçka është e lidhur me hidroteknikën. E tham parë në çose një qytet përmbytet, atëherë urbanizimi çka kuptimi ka, jeta madhe nuk ka kuptim. Dhe nëse do ishte zgjidhja e drejtë, mendimi qytetar do ishte që autostrada të ndërtohet jashtë aksit ekzistues. Përdorimi i atij aksi nga ana teknike, për sa i përket funksionet që të ketë për efekte mbrojtje rastesh natyrore, emergjenca të mëdha natyrore të përmbytjeve, nuk jep asnjë zgjidhje. Një aks i ri, më lart apo më poshtë, do të jepte zgjidhje dhe do shpëtonin me qindra biznese që kanë jetën e tyre buzë asaj rruge, që 90% e tyre kanë për të mbyllë. Është dirsa gjaku i tyre. Janë miliona euro. I lejmë të që kjo është ngushtë dhe ati pashke interesin tanë se ke edhe ti... Jo, flasim përgjësie. E lejmë punën e bizneseve. Du të marrë parasysh to, është normale. Se në të vend të prish, është unë jemi të certifikuar nga qeveria austriake për urbanistë dhe planifikues të trafikut. Po. Ju lexuat parë. Po interesant kjo. Urbanisti i trafikut. Po. Përdorimi i atij aksi do të thotë heqja një mundësie për qytetarët e Lezhës për të komunikuar midis tyre, midis bizneseve për shkëmbëj e për të komunikuar njëri me tjetrin me mjete motorike. Dhe kalimi i këtij aksi kundrejt pagesës, kush ship aty, do të thotë do mbi ngarkohet rruga e vjetër. Manati.
plan. Është gati analoge me unë e kam mbështetur protestën edhe intelektualisht, edhe si gazetar, po Borizana, sepse si ishte ajo, domethënë ty kalon, çdo me kaluar ne i kalon ti dhe ka detyrime kushtetuese çdo vend të botës, rrugët e dyta. Po. Heshtin qytetare, heshtin e politikës në këtë rast për një projekt që prek interesat e komunitetit, unë nuk e kuptoj dot. Okej, a mund t'ju bëj një thirrje unë direkte Ulsi Manjës si drejtues politik i Krahut Majt. Edhe Agronit i Krahut Djath. 7 deputet që jenë Majt apo Djath. A ka mundësi me e pa në këtë këndvështrim që inxhinieri në të rast po flasim këtu, me e pa dhe në këtë këndvështrim ardhin e këtij aksi dhe është diskutuar ndonjëherë në këtë këndvështrim, jeni të ftuar që ta shikoni këtë këndvështrim, unë pse jo në koment edhe mund t'ju ftoj. Për te, vetëm për te. Është kënaqësi me fol me ty, o kënaqa që pas shumë vitesh, që para 15 vitesh kur të kam pas në dimension, je po ai pashk, me vizion të qartë, dhe shumë i detajuar, shumë i detajuar edhe një qytetar i denjë këtij vendi, dhe ka shumë nësi të kemi sa më shumë qytetar tillë, intelektual tillë, që japin zgjidhje dhe jo kakofonira thjesht konstatimesh, si natë kullën e konstatime që japin vetëm konstatime pa fund dhe nuk japin zgjidhje. Dhe ti përmes librit, po edhe këtij emisioni, unë besoj që ke dhënë një kontribut në zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me nyjen gordiane të hidroteknikës së kësaj zonës, Lezhë edhe Shkodër, gjithë qarku të Lezhë dhe Shkodrës. Falenderoj shumë pafund. Faleminderit ju, unë jam munu dhe mundohem dhe të vazhdoj të mundohem sa të kem takat që ato që mi ka dhënë Zoti, një uri që mi ka dhënë Zoti t'i përdori për komunitetin ku jetoj. Mund t'i bjerë keq dikuj që se e shohim në Gjergj, e shohim që nuk ka që kush me vreti, kanë që veç me lavdru. Po e qartë. Dhe se mos poshtetarët po ju banë vreti, e qartë. Rrezik shpallën armik, po. Po herët avon të dun, bravo. Po më ne filloi të dun. Unë kështu kam menu, kështu kam kontributin tim qytetarën dhe jap pavarësisht ngjyrave politike. Jam i djathtë në pikpamje, por nuk mund të rri pa thënë atë që sistemi i Kullës së Vadizës është që Shqipëria është njoftë edhe sot në perëndim për këtë. Bravo. Ky është intelektuali. Është realiteti, pse ta mshehim realitetin? Me perëndim fort edhe me shpirt fort edhe me koherencë historike. Unë duhet që t'jenë sa ma shumë që ta kenë këtë kuraj, këtë guxim, se është pak kuraj edhe guxim, do një fije takat për me pështu për i ndoshta të vinë nesër tatimit, ka ndodhur çuditëra në këtë vend, edhe njeriu do të jetë i lirë nga komplekset e ndërtimit të jetës së tij që të flasë lirshëm. Shumë faleminderit Pashk. Faleminderit ju. Dhe je mirëprit vazhdimisht në emision. Faleminderit ju edhe shumë kënaqësi që ishin sot me ju. Okej, atëherë nderuar teleshikues, në pjesën e fundit, unë kam një djalë që punon në montazh, është Gledi, që është i shkollës profesionale, djalë i ri, por është duke krijuar arketipin e një profesionisti dhe unë e di që çfarë porosi ti jap tani do ta kryej për pjesën e tretë. Që do të thotë pjesa e tretë, do të sjellë një panoramë nga ajo sinoptika, çfarë ka ndodhur përveç se sinoptikës, por çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve me rreshje të shtura, me rrebeshje shiu në qarkun e Lezhës. Do të shohim edhe sidomos në Kurbin, por edhe në Mirdit, edhe në pjesë tjera, edhe këtu të Lezhës, e me radhë, dhe komentet që janë bërë nga banor, ka shumë rëndësi komentet që janë bërë nga banor, por gjithashtu edhe nga autoritete, janë edhe 2 deputet që kanë qenë në zonën e Kurbinit dhe bërë shumë mirë, dhe deputet shumë mirë ku shkojnë pranë banorëve, është gjë shumë e mirë, por ka dhe një koment zyrtar edhe në terren nga prefekti i qarkut të Lezhës, Tauland Malçi, zoti Malçi, po ashtu kryetari i Bashkisë Mirditës, i cili thekson faktin që ne jemi munduar për të mbajtur shumë gjëra që problematike që janë, por fuqitë e bashkisë e tjera nuk janë tilla. Gjithsesi, le të ndjekim këtë përmbledhje që do na bëj Gledisi për ta mbyllur emisionin e kësaj premte këtu me mua, Gjergj Markun.
në kuvend në Akrolis TV. Tani kjo është ura e Belit e këtu në Taraç, dhe shish dëmtimi që i ka ardhur. Dëmtimi kryesor është atje. Kjo është dëmtimi i kamës. Dëmtimi i kamës këtu. Nuk e kuptoj, domethënë se si është, sepse kjo kama duket goxha e fortë kjo. Nuk e di se si ajo ka rrshit e gjitha, ose nuk është bërë një punë tamam për ta mbajtur në bazament. Në fakt ky lumi këtu proj i Tarazhit, i thonë, po lum tamam se është shumë i rrezikshëm. Është i thakë, nder duket sikur s'ka ujë. Kur e gërsohet ky ban namin, dhe ja që ka bërë, edhe është fatkeqësi ta qysh, sepse ka bllokuar këtë anë. Ka dhe i rrugë tjetër, besoj mund të dalin andej paktën në h për h. Derisa të ashtu. Gjithsesi unë erdha për të parë këtë, dëmtime ka pasur në disa vende të tjera në Mirdit, edhe në Fan, sidomos rruga e Bukmirës, është skandal rruga e Bukmirës, dhe në gjithë qarkun e Lezhës, ka në zonën e Kurbinit më shumë, por ka edhe në disa zona të Lezhës, mram pas diçka që ishte për një thujse Zejmeni dhe ishin po tërhiqej ujë me pompa në darkë. Sidomos Kurbini edhe Laçi aty, por edhe Ndroje atje, është një situatë shumë e vështirë. Vërtet janë rreshtit, por problemi është se çfarë prognoze, gjithmonë cilat janë projektet, sepse zona jo nuk është një zonë që nuk i dihen gjërat. Sidoqoftë unë erdha këtu për të thënë diçka që këtë javë ne do të merremi në emisionin Kuvend pikërisht me problemet që sillin për mbylljet e shiut. Ndaj unë erdha të jem vërtet te një objekt i cili të ta shohim konkretisht çfarë ka sill. Do të flasim me specialistë, por do të flasim edhe me autoritetet këtu nga Tarazhi. Mo për lëvizit për kohën do mbyllet që ka të hapet atje. Mase me një mbushje këtu mund të normalizohet pak hikja kalimi këtu. Po. Ja ku jemi këtu. Vjen keq se ja ku vazhdon asfalti, ja. Na rrugë shumë e mirë asfalti atje, edhe lagja Matan, edhe lagja tutje projekt tjetër që vjen nga ana tjetër. Se jo mbase mund shfrytëzohet kjo pjesa këtu. Dhe ka rrezistuar kjo. Dhe ka rrezistuar më shumë kjo. Po, ka rrezistuar tamam e vjetra, ka rrezistuar tamam. Ja ku është ura e dëmtuar. Kjo lagje do të është bllokuar kjo lagje. Tani ka rënë niveli, por kur vjen rrëmbyshëm, ja ka i kama atje. E do shkoj ta shoh se si është puna e asaj kamës, pse ka ikë. Ka qenë një urë Beli shumë e mirë, edhe Matan është ura tjetër, ura Beli tjetër për kjo, skandal fare pasaj ikë. Këtu s'ka asnjë lloj alternative me qarkullu asnjë gjë. Janë rreth 40-45 familje. Vetëm me kalu me kam, se me mjetë, jo. Me mjetë akret e pa kalush. E kemi krijuar një mundësi lidhje të fshatit momentale, por që kjo është jashtë çdo lloj mundësie dhe force të bashkisë për të edhe kapaciteti për ndërhyrje dhe për të dhënë zgjidhje. Jemi bashkë me prefektin dhe drejtorin rajonal të AKMC-s për të shikuar dëmet dhe mundësisht ju kërkoj edhe këtu publikisht që ashtu si e diskutuam që të mund të sa më shpejt të sjellni një grup pune të specializuar që të mund të nxjerrim direkt nevojat dhe kur mund të bëjmë një ndërhyrje të emergjente. Ka shkëputje dhe dëmtimet të rrugës rurale dhe kryesisht të lidhjes së rrugës njësisë administrative Kaqinar
në zonën e Rrëshenit, që është rruga e Bukmirës, ka në problematika në fanë të dëmtimit qoftë edhe të turbinave, të urave, të lidhjeve të fshatrave me rrugë kryesore, por që aty është më mundshme rehabilitimi edhe me forcat dhe kapacitetet e bashkisë, cilat janë terren dhe po ndërhyjnë, por ato cilat janë jashtë mundësive, janë siç është kjo urë këtu që po e inspektojmë dhe të shohim tani ndërhyrjen që do kemi. Në të gjitha rastet që bashkitë apo drejtuesit e bashkive apo emergjencat civile të bashkive kanë paraqit problematika, ne në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mbështetjes Civile kemi qenë prezent, kemi identifikuar problematikën dhe rrjedhimisht pastaj ne do kërkojmë mbështetje nga strukturat e tjera të emergjencave civile për me specialistë, konkretisht me specialistë për kadës, për të vlerësuar situatën dhe për të propozuar mënyrat e zgjidhjes në mënyrë që mos të pengohet qarkullimi i banorëve të fshatit Jezull apo edhe furnizimi me ujë të pishëm i këtyre banorëve. Por ndërhyrja e institucioneve apo ministrisë do të jetë gjithnjë suport kur problematika i të kalon mundësitë e bashkive apo të gjitha strukturave lokale apo territoriale. Situata është kritike edhe në Tarazh, edhe në Domxhon, edhe në Bukmir dhe padyshim që projekt buxheti i cili sot po diskutohet dhe unë u detyrova të lej parlamentin për të ardhur direkt dhe për të parë edhe situatën nga afër, do i kërkojmë qeverisë dhe emergjencave civile që të vënë dorën dhe detyrimisht të rrisin fondet, sidomos për zonën e Mirditës dhe për gjithë qarkun e Lezhës, për shkak sepse është bërë një gangrenë e përvitshme, përmbytjet, prishjet, bllokimet e rrugëve dhe padyshim është e pamoralshme që edhe diskriminimi që po ndodh me zonat e veriut në lidhje me buxhetin. Po ti shihni, buxheti nuk është asnjë dhjeta e qarqeve të cilët jepen në zonat e jugut. Unë kam theksuar edhe në komisionet përkatëse në diskutimet me ministrat respektiv, padyshim që ne si deputet të qarkut dhe unë bashkë me deputetet e tjerë do ngrejmë zërin në mënyrë që investimet të jenë investime dinjitoze dhe Mirdita ka nevojë për investime shumë dhaja në rrugë dhe po të shohësh infrastruktura e Mirditës është pothuajse e shkatruar totalisht. Janë fshatrat e tëra të cilët nuk kanë rrugë lidhëse dhe nuk është normale, po ashtu ujësjellsa që në buxhetin e 2026 vetëm ujësjellsi i Repsit është parashikuar për tu mbaruar. Shpresojmë dhe do ushtrojmë presion që dhe ujësjellsi i Mirditës të Rrëshenit të qytetit të bëhet të futet në planet e qeverisë për vitin 2026, por njëkohësisht edhe për zonat e tjera, sepse janë edhe kanalet kulluese dhe kanalet vadice të cilët janë problem shumë i madh. Dhe nuk është normale që nga premtimi 5% që qeveria ka kërkuar për bujqësinë, ka shkuar në nivelet e 2.5%, çka tregon që interesi në lidhje me situatën, sidomos në zonat e veriut, është problematik. Nëse ka një rrugë sot me problemet të mëdha në qarkullim është rruga e Bukmirës, që në fakt lidh edhe njësinë administrative të Kaqinarit. Ka disa fragmente të saj që janë të dëmtuar rënd dhe që realisht është mbetet një ndër problemet më të mëdha që ka sot Bashkia e Mirdit, sepse kalon edhe çdo forcë ose kapacitet për të ndërhyrë në kuptimin për ta kthyer në gjendje normale të saj. Ndërsa për ta mbajtur të aksesueshme dhe të kalueshme, po përpiqemi me gjitha mundësitë që bashkia ka për ta mbajtur që këta banorë, qoftë Bukmira, qoftë njësia administrative të Kaqinarit të mos bllokohen. Realisht kjo kërkon ndërhyrje
absolutisht me prefektin e diskutuam që kërkon një mbështetje të gjerë nga qeveria. Kjo ka një projekt të miratuar para disa vitesh që është ndërtuar rruga. Kemi bërë edhe një preventiv të nevojës emergjente për ndërhyrje, por që kjo don me emergjencë një ndërhyrje të shpejt në disa pikat të saj që të mund të bëhet e sigurt për kalimtarët. Ne jemi sot këtu prezent bashkë me Specialistët e Emergjencave Civile të prefekturës për të vlerësuar dëmat dhe problematike që janë krijuar në territorin e bashkisë Mjedit. Një ndër problematikat kryesore është edhe ky aks rrugor që lidh rrëshqenin me Bukmir, në fshatin Bukmir dhe gjithë njësinë e Kaçinarit. Dhe patjetër që ne do ta adresojmë dhe do të kërkojmë vlerësimin real të situatës problematikës dhe për të identifikuar pastaj edhe mënyrat e ndërhyrjes që duhen patjetër që të shikohen sipas kostove që kanë çdo variant ndërhyrje këtu apo në një mënyrë tjetër zgjidhje për ta sistemuar, për të dhënë zgjidhje kësaj problematike që është krijuar masë jo vetëm nga kjo situatë e rresheve të këtyre ditëve, po masë edhe për shkak të mos mirëmbajtjes së rrugës në vite me zhbllokimin e kunetave, kusetave, tumbinave apo ndërhyrje që të nevojiten. Si sot është përzullu fshati komplet. Shati, rrugë makinën kam sot do të ish anej. Nuk është kalim ajo. Sot janë këtë makina dhe më thonë, kush e ka pas në zjerë, herët e kanë zjerë, po kush e kanë zjerë për të hesim, që shakalullë se i me njërë. Asulloj në vjesë ma sikara, nuk ka. Tu para 2 vjetë e njëta situatë. Dëgërt, është ka bu dorë, dem kone e demokracisë. Dem 97 nuk kam bu dorë më këtë rrugë. Tu kena në vërrezat, sipër. Edhe pushteti më ndonë. Jeni bloku komplet? Komplet, si lagje. S'kena ku me dalë në botë. Kemi ban shumë ankesa për këtë rrugë dhe na kanë lënë pezo. Erdhi bashkia i bani previzor një rrugë këtu drejt. Previzor, tashti nuk bëhet rruga tani. Rruga bëhet verës. Ne kemi dhe barresat aty lart që larg qoftë. I kemi djerë zjallë edhe mund vdesim. Kajt do ta kalojmë. E do ta bëjmë ka aty ke vorrët. Ja sonë jam punë, nuk ka çkojmë punë. E marrë turnë e 2 dhe ka çkojmë punë, ka dalë. Larg qoftë mos vuj fëmijë, ka do ta qes. Helikopterit. Se kështu zgjidhet rë. Ne kemi mbi 10 vite që kemi këtë problem. Çdo vit të njëjtë probleme kemi. Kemi fëmijë të vegjël në shtëpi, s'kemi ka të kalojmë të qëm një smullik digjo, s'kemi nga lëvizjen. Kemi bllokuar totalisht e vështirë. Unë kam fëmijë të vogël, kam 2 vjeç, kuda që kam tërpartuar 3 ditë. Nga do dal. Si do ja bëni? Ç'është do ja bëjmë? Ka për lumë, aty dashta mua me gjithë fëmijët, s'kemi çfarë bëjmë tani. Bashkia vjen në ashtor rrugë provizorisht, iku bashkia. Vjen prap viti tjetër, prap tjetër probleme kemi. Dhe kështu do të zgjidhet kjo problem. Nuk është zgjidhje kjo punë që vjen çdo vit sa më dalë në televizor kot. Si që shifni edhe vetë, situata dhe rruga është totalisht e shkatruar në pjesën e lumit të Drojës. Sot qytetarët dhe banorët rreth 100 shtëpi që ndodhen janë të bllokuar totalisht. Kjo tregon papërgjegjshmërinë e organeve të qeverisë vendore dhe njëkohësisht edhe të qeverisë qendrore për mungesën e investimeve në zonën dhe në qarkun e Lezhës dhe kryesisht në pjesën e Kurbinit. Padyshim që kjo është edhe mënyra se si buxheti për bujqësinë nga 5% i cili është premtuar nga ana e qeverisë Rama me projektin i cili besoj
javës që vjen do kaloj në kësaj jave dhe javës që vjen do diskutohet edhe në parim dhe nen për nen, rezulton që ka zbritur në 2.5%. Tregon që situata është alarmante, këto banorë sot janë në mëshirë të fatit, organet e qeverisjes qendrore dhe vendore nuk kanë marrë as edhe një mas, megjithse kjo situatë ka qenë edhe para 2 vjetëve në këtë zonë. Kërkojmë ndërhyrjen që situata të zgjidhet në mënyrë urgjente, pasi siç shihet edhe nga parashikimi i motit, rreshtet e shiut do vazhdojnë edhe për një javë gjys në ritme shumë të larta. Situata është shumë keq, sepse jeni të pa vetë, mu kretë që ju më bjemrejnë. Ka 6 vjetë si jetoj shishton. Kalamojt s'kanë që me më bon. Marrë një javë tjetri, po kanë gjithë se kush hallet e veta. Unë kam shku me mija herë në bashkim, kam thënë do të bëjmë shpajnë, se do të bëjmë nesër. Unë shëpës 6 vjetë, unë për kratë fmive, jam 65 vjeqe. Vetëm me që vetëm, se që feja nuk i di. Se s'ka më qari, 100 bilet pension të dhije në 1 loqe. Burri s'mon, vetë s'mon, unë s'di kam më shku. Po këta e kanë nxjerrë për ta shemë si shtëpi? Po, na ka thonë inxhinieri mos rreni mëre. Mos rreni mëre. Po ju s'keni ku shkoni edhe? Ku shkoj? Edhe gjithë shiu që bie? Për kratë fëmijëve sikur janë zonë atje di pa vetë me korridore, kanë kanë luj. Për kratë fëmijëve nëse kam fëmijë mëram të mëra ujtim shprem ke dhoma tjetër. Se kur binit, situata duhet të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme, se kjo ju jetoni në kushte njerëzore. Kjo është e papranueshme edhe për qeverinë lokale, por edhe qeverinë qendrore. Ashtu siç e tham në të dy deputetët, ne do interesohemi edhe padyshim që do marrim gjithë masat, do ushtojmë presionin, se ne mjete financiare si opozitë nuk kemi. Brëmë rrethores 10, një fragment i argjinaturës së lagunës Vajinit që lidhet me kanalin Spitën hidrovor, ka psuar një thyrje dhe gjitha strukturat e bashkisë Lezhë, bashkëpunim dhe me bordin e kullimit janë angazhuar, kanë ardhur në terren, kanë bërë vlerësimin e situatës, është lajmëruar AKMC-ja, ka ardhur mbështetje nga forcat armatosura për të qëndruar nga dëshmëri në rast të nevoje për evakuimin e banorëve. Puna ka filluar në mesnat, ku janë njoftuar disa kompani private të cilat po na suportojnë me automjete për transportimin e materialeve inerte që do të bëjnë mbylljen e argjinaturës. Gjatë natës është punuar për shtrimin e rrugës që bën kalimin deri në vendin, në pikën ku është kryer qarja, pasi terreni është mjaft i vështirë për kalimin e kamionave. Për momentin puna ka filluar në mbylljen e argjinaturës, janë hedhur rreth 5 kamiona dhe shpresojmë që para dreke deri në drek të kemi realizuar mbylljen, që s'pangim përfundimisht rrezikun. Deri në këto momente nuk ka përmbytje të banesave, jemi njoftuar vetëm për cela bujqësore ku ka prezencë të ujit, kryesisht në fshatrat Spitën, Markatomaj dhe disa zona në Rrivë dhe Barbërorë. Se shqetësuese është që këtu mund përmitet komplet bregu i Macës. Pra edhe kënej e kanë bloku, mos më pastru kanali, edhe ne s'ka hi për kënec, shdet kjo është e përmitet për ta njëtën. Se përmitet nga zemeni, nga tokat e zemenit, deri bregu i Macës komplet. Na s'kem ka shkojmë, ne na tu myt nuj. Çdo është mu morë masa për diellit, jo për shit. Nuk shitet uj, nuk shitet kanali për kur ti ndall ke stuhi. Çdo është për diellit. Mirë se baktit kanë kry punë, e kryjnë punë ato. Po kem hall me pështu popullin, me pështu familjen. Rrezikohet familja, unë vetë i pensi, rrezikohet në mumi, s'kam ka shkoj unë. Kreta Spitën të meshe tanë pjesa rrilës komplet me të nuj janë. E pësa bo më thoshti kjo punë? Kjo puna bo vetëm për hadër peshkatare mësë me dojnë peshku në detë.
Ka shku skavatori, e ka një zgryken, e ka hap, e ka shu 10 metra pa bashku me detin, kanë shku e kanë hek skavatori, me elan gryken, mos me hap. Tash që ku erdhe plastik këtu. Pika ma dopta ku ka qenë këtu, ka qenë dhe ka hap. Nuk kanë pas ko me pas se këto ka qenë gjithmonë pjesë e ullë, kjo pjesë, merë me përforcu, që mos me e sho, me gjithë se ka të ngarkes, që ka pas kneta, se tanë ujnë, shinët që kanë ra, këtë hidrovori ujtë ka fut në knet. A i miven ka pas për të hap, se uja hap rrugën vetë. Edhe ka ardhe ka hap, të ta që shofim shërin na, peshkatarve. Rritje ka maksimum, nuk ka, tash veç presim me hiu në shtëpi, ma kesh nuk ka. Jemi në gjenje shumë kritike. Se si do të bëhat me ne, se nga se ka kjo, e din këto pushteti vendor nuk dim gjana. Veç se dim se jemi në gjenje shumë të keqe. Nga moment presim hiu në shtëpi. Po dëmtime të gjës gjallë edhe... I kam gjerë pulat, bon kam cof pula për uje, këtë, disa i kam gjerë, i kemi gjerë ti qek zvarë për uje, zdi, për njerëz mija, imi katastrofë. Kam gjerë fëmijët e i kam quke njerëz dhe mi, s'kam fëmijët të, nuk di që të bëjmë, s'di si të veje puna jonë. Po ushqimi baktive dhe... Anuj, sheve tjetë, anuj atje, që? Atje nuj, atje tjetër nuj ka, doja monument gjerë të solet, atë shpis atje, me përshë të tu, merë, nuk e di. Kjo nuk di se si të veje puna jonë. Keni frikë që mund të rriten në niveli ujtë? Si so frikë më gjithë kjo ujë, kjo ato arë për herë në rritje, nuk e dim se si. A tu angazhu kush me këtë punë apo jo, na nuk dim që. Ne jemi shumë keq. Kretë si pofri. E thash fut skavatorin hap kanal. Edhe tjetri nga kneja bashkon dy skavatorat me kanal. Këto duan jo thon do na me hap rrugën ja 3 muaj këto me mbyll kanalin. Uji ka nisë në orën 12:20 natës. Që ka hap diga atje ke kanali. Dhe tash për herë ma keq është. Gjana e gjallë i ka përmite pula e gjana e marzi grashdën e blegtërisë. Hajde se rëp janë mirë, edhe rëp pështuin. Se mos këto dalin nalë që ljetë të rejmë, s'ka dersi në lënë shyrë, si thahna prapë. Po blegtëria, kjo situatë ka ndodhë vetëm 2010. Rezulton që vetëm 6 kamion janë hedhur sot aty dhe me këtë ritëm, as ditën e nesme dhe pas nesme nuk mund të mbyllet rrjedhja ujtë dhe... Millet ajo, nuk millet me ranë, e me dhe. Ajo donë betonë, donë bloshe, donë gurt më dhej, për me në shu atë edhe me millë me izolove. S'kena po shu të natën, s'kena flet, as kena po shem. Gjitha me jazhe, me drone, me çdo gjë. Rezulton që ka rritje të nivelit nga momenti në moment për shkak të qarjes së argjinaturës dhe hyrjes së ujit nga kneta dhe njëkohësisht edhe nga deti në sipërfaqet e tokave të cilat janë toka të banueshme. Rezulton që ka dëmtime të pafundme në baktinë e gjallë, njëkohësisht baza ushqimore për baktit pothuajse është dëmtuar totalisht. Situata është për shkak të mos funksionimit në gjatë gjithë vitit dhe investimeve të cilët janë të munguara në këtë zonë, megjithëse ka pas një paralajmërim të shtuar nga ana e banorëve dhe qytetarëve të kësaj zone, rezulton që kanalet kulluese dhe mënyra se si është vepruar në investimet qoftë në kanalet kulluese, por edhe kanalet të Vadice, por edhe njëkohësisht në rrugët dytësore është problematike. Kjo tregon mungesën e vullnetit në lidhje me investimet në këtë zonë. Buxheti i miratuar nga ana e qeverisë ditën e parlamentit ditën e djeshme tregon që nuk ka një vëmendje të shtuar në lidhje me zonat e veriut dhe sidomos me qarkun e Lezhës, sepse situata e cila ndodhet sot këtu dhe që mund të përkeqësohet më shumë, dhe ne po të shohim zonat e tjera të cilat janë në nivel më të ulët se sa kjo, sipërfaqja e ujit ka shkuar në 1 metër sot dhe pothuajse janë të gjitha pasuritë e banorëve të kësaj zone janë dëmtuar.
duhet një ndërhyrje dhe i bëj thirrje edhe qeverisë qendrore, por edhe qeverisë lokale dhe emergjencave civile që të jenë pranë qytetarëve, që të bëjnë ç'është e mundur për të minimizuar dëmet të cilët janë shkaktuar në këto ditë.